Fundjavat, e sidomos kur mati është i favorshëm, Shkugza shndrohet në një prej destinacioneve më të frekuentuara për qytetarët që kërkojnë pushim dhe rekreacion në natyrë. Megjithatë, pas përfundimit të piknikut, pamja që lihet pas nuk është gjithmonë në përputhje me rëndësinë që ka kjo hapësirë për komunitetin. Ekipi i mediumit ton ka qëndruar sot në terren për të parë nga afër gjendjen e pastërtisë në këtë zonë. Ajo që bie në sy është se një pjesë e mbeturinave hidhen në mënyrë të fshehtë pas gjelbrimit apo në vende të papërshtatshme si brenda një gypi i betoni, ndërsa disa nga shportat e mbeturinave janë të mbushura plot dhe nuk janë të pastruara me kohë, duke krijuar kështu një pamje jo të këndshme për vizitorët. Shkugza mbetet një prej zonave më të bukura për pushim në natyrë, por ruajtja e saj kërkon përkushtim të përbashkët nga vizitorët.